Kapitulli 27 konsiderohet ndër më sfiduesit për Shqipërinë, për shkak të volumit të madh të legjislacionit, numrit të lartë të direktivave dhe kostove shumë të mëdha financiare që kërkon zbatimi i standardeve europiane. Ka një vlerë të përcaktuar nga ekspertët që shkon rreth 9.8 miliard euro, por kjo përfshin të gjithë fushpamjen e çështjeve mjedisore. Ministri Jaupa u ndal edhe tek reforma në menaxhimin e mbetjeve, e cila tashmë ka përmbyllur fazën e parë. U miratua ligji i ri për menaxhimin e integruar të mbetjeve, u miratua ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit, u krijua operatori i trajtimit të mbetjeve. Kjo shoqëri parashikohet të garantojë cilësi të njëjtë në trajtimin e mbetjeve në të gjithë territorin. Bashkitë do të vazhdojnë të jenë përgjegjëse për menaxhimin e mbetjeve në territorin e tyre, por trajtimi fundor në landfille, në incinerator, do të kryhet nga operatori i trajtimit të mbetjeve. Ministri u ndal gjithashtu edhe tek çështja e depozitimit të mbetjeve të rrezikshme në Porto Romano, ku sipas Jaupaj tashmë ekzistojnë dy alternativa për asgjësimin e tyre. Nëse do të vlerësohet që do të ketë një eksport të këtyre mbetjeve në subjekte të huaja, Ministria e Mjedisit do të angazhohet për të plotësuar gjithë dokumentacionin ligjor. Nëse do duhet që këto mbetje të asgjësohen në territorin e Shqipërisë, Ministria është e gatshme pashtu të japi mbështetjen e saj. Ministri bëri të ditur se në fokus të procesit negociues me Brukselin ka qenë edhe sigurimi i kohës së mjaftueshme për bizneset në mënyrë që ato të përshtaten me legjislacionin europian.